Ministria e Mbrojtjes bën me dije se situata meteorologjike në vend paraqitet kryesisht e qetë, me rreshje me intensitet të ulët deri mesatare dhe pa probleme serioze në nivel kombëtar. Në qarkun e Shkodrës, rreshjet intensive dëmtuan segmentin rrugor Breg-Lumi-The, ku 9 persona dhe 5 mjete mbetën të bllokuar, fal ndërhyrjes së shpejtë të forcave bashkiake, policisë së shtetit dhe efektive të forcave të armatosura. Personat u evakuuan me sukses. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpashershme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit, rreshje të shumta priten edhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Gjithashtu, policia e shtetit njoftoi se ka shtuar prezencën e shërbimeve në rrugë dhe në zonat e përfshira nga moti i keq. Policia njoftoi qytetarët që të shmangin lëvizjet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë me automjete, motomjete apo me këmbë. Mëtej, policia bëri me dije se strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim me emergjencat civile, Ministrinë e Mbrojtjes dhe institucionet e tjera janë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast që paraqet rrezik për përdoruesit e rrugës dhe për banorët në zonat ku është parashikuar që të ketë rreshje të dendura shiu.